unë nuk kam shkuar mbrapa Ervin Salianit, por në radhë parë e inkurajoj, i e vlerësoj, por e di fundin e gjës. Po e them fatjesisht, ajo parti, vetëm se nuk ka certifikat pronësie nga zyra e kadastrës, por është partia e Sali Berishës. Që do të thotë, e ka të regjistruar në gjykat, por se ka regjistruar në kadastër, dhe nëse nuk do Sali Berisha, atë parti është i tia dhe demonstroi që edhe kur ikën 2013, pra ai ka qenë kryetari real i Partisë Demokratike dhe kam thonë dhe kam deklaruar edhe këtu përballë jush. Lulzim Basha ka qenë thjesht një CO administrator. Dhe kënaqe pronari që administratori përfitonte në gjë, bëte në gjë për vete dhe bante mirë pronarin. Në momentin që pronarit u desh për ta patur partinë, mbrojtjen e vet, pasmorën e vet, ja mori. Pa diskutim që ja dha, sepse partinë po t'ishte kushdo me Lulzim Basha po të donte, se kam bindje 1000% edhe nuk ja merrte dot. Sepse më kujtohet që mas në shtator nuk doli kur i takim, nuk bëri kur takime, nuk bëri asnjë gjë, dhe ne që ishim aty e kemi thënë se duhet me bazën, edhe ndërkombëtarët gjithë e kuptuan që Lulzim Basha ishte në marrëveshje të heshtur, do shikojnë i fut në kujnë herë, pam, për ishte rrugës kur flet. Dhe është njeriu më fair me Berishën.